Pyetja që bëni ju është me drejtë. Kokëfortësia e numrave është ajo që është. Sistemi politik, po flas, është në pikën më të rëndë në 35 vite. Pse e them këtë? Edhe në 91-shin, kur numrat që mori në atë kohë Partia Demokratike ishin më pak se sa Partia e Punës, dialektika politike ishte, PD-ja e atëhershme ishte një referencë morale, shije nga njerëzit. Sot ka ndodhur pikërisht ajo që unë thash në fillim, bjerrja morale. Partia Demokratike nuk shifet më si referencë morale, shifet si një aneks i Edi Ramës. Shifet si një bashk kontributor i këtij sistemi, që nuk aspiron më qeverisjen. Dhe thënë kjo, tani po dal ke përgjigja. Nëse do ndodhte. Ashtë mundësi. Matematikisht po, logjikisht jo. Pse? Po sepse nuk mund të ato që i quajnë veten parti opozitare. Veten parti opozitare të cilat vërtet besojnë dhe kanë marrë mbështetje aq sa kanë marrë nga publiku, mbështetjen morale, këtë po flas, të mund të bëjnë një aleancë me një pjesë të madhe të sistemit vjetër që është i përbërë nga Rama dhe nga Berisha. Tani po flisim për Berishën, apo jo? Po tani po. Jo, në opinionin tim jo. Do të ishte. Ju nuk mund të bashkojni për shembull nëse Juriti Tabaku, Ali Mehmeti, janë disa emra që po fliteshin, Unë e kuptova. Këto janë emra që fliten. Okej, e kuptova. Kur dalim në lojën e emrave, për në analizën e emrave, nuk janë përbashkësuar. nuk është atëherë, mi thuaj emrat. I marrim me radhë? Po, hajde, Ali Mehmeti. Okej. Çfarë kam unë, nuk e kam as qortim asgjë, me thënë drejtën, sepse bravo i qoftë, ka marrë një numër të madh, po i ka marrë gjithmonë brenda PD-s. Por çfarë qëndrimi politik, jo partijak, ka mbajtur për këtë situatë ku është. Po këta janë njerëz të cilët nuk kanë fuqi të tregojnë që problemi i vërtet i baçës tyre private, që quhet Partia Demokratike, është Sali Berisha. S'kan guxim. Nuk e kanë, nuk u buron. Shkojnë, si tha Mari Gleni, shkojnë deri te sekretari i përgjithshëm.